nonën e vet, babën e vet, motrën e vet. I ka marrë shtëpinë time se unë jam rrit jetim. Se nga që s'kam pas familje, kjo ka qenë qëllimi im jetë, të krijoj familje të shëndetshme. E ku erdh puna më kam vjedh legët në shtëpi. Vjerri mo. Nona fëmisë më thot, ish partnerja më thot që nuk du që të vish ke ditëlindja djali. As me i sjell dhurat se ja prish ditëlindja. Qofse ka babin e kip, se janë alo familjes tim. S'mune ma kuptoj. Mirë. S'po e që do të më para, se mungon djali. 5 muaj. 5 muaj. S'me kam pa, shërrit shumë, shërrit, mashallah. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Gjermani, do të lidhemi me një 38 vjeçare, i quhet Skënder, i cili vetëm përpara 2 viteve është divorcuar nga bashortja e tij. Kjo e fundit ka kërkuar ndihmën e policisë gjermane dhe sot ky baba nuk mund dot të takojë të birin e tij 5 vjeçar. Por çfarë ka ndodhur mes dy të rinjve që u ndan në formën më të keqe të mundshme në Gjermani, do të jetë pikërisht Skënderi që do na i rrëfej ditën e sotme këtë histori. Skënder, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Në fakt, mua më ka telefonuar fillimisht motra jote që jeton në Greqi. Po, motra jo merret me këtë gjone, se unë nuk para shumë s'merrem kështu për zot. Por me sa kuptova ti ke problem me ish-gruan, domethënë çfarë ka ndodhur? Jemi divorcuar para 2 vjetësh. Dhe moment në divorcu, do me thënë, e kam pasun drejtën e fëmis, ja kam thënë unë edhe asaj drejtën, a kupton? Se jo më rrit vetë pa nonë, i kom thënë, që më rrit vetë pa nonë, nuk du që fëmija ime të rritet pa nonën e vetë. Ju keni vetëm një djalë? Po, vetëm një djalë nga martesa që kam pas. Gjykata vendosi që kujdestarinë e djalit ta kishte nëna dhe ti të kishe të drejtat e takimit. I kishin drejtat e prindërimit, si i thënë, 50%, 50%. Vitet djali herë në 2 javë, këtu ke mu, pastaj edhe kjo në shenjak marrë, do me thënë, boni, filloj të shpik gjyqi, do me thënë, i thote që ku vjet djali ke mu, djali i vetëm, djalin vetëm, lloj gjëra, shkupton? Edhe unë jam i qik tipi, edhe në gjykat për shembull ku isha, jam pak tip që nuk duroj, do më thënë, e ngrej zonin, shprem nga kupton, e tisha ke ditëlindja djali, dhe më takote data që tishte ke mu, djali. Dhe mu më thot, nona fëmisë, më thot, ish partnerja, më thot që nuk du që të vish ke ditëlindja djali. As me i sjell dhurat se ja prish ditëlindja. Edhe unë në atë moment normal se unë nervokosa, bishata me gjykat se gjithë që ishin aty, a kupton? Se i thash, si ka mundësi një prind, i thash, ta shkataroj ditëlindjen e djalit vet, a kupton? Thash, unë thjesht desha me i dhënë dhuratën me uru për ditëlindjen e fëmijës tim dhe fëmia ime ka këtë drejt, nuk jam mohë dot njëri. Po patjetër. Edhe nëse unë për shembull, le të jem unë e zem më i keq në botë. Nuk është problem, por nuk e ndalon, okej, ma ndalon mu. Si bab se mund të shpikni ose mund të thonë që unë jam i keq, jam bëj çdo gjë të keqe në këtë botë. Ama pse ja ndalo gjyshes tim, pse ja ndalo gjyshit tim, pse ja ndalo tezës, pse ja ndalo dajës, se ai fëmijë ka dhe familjen e babës. Qofse ka babin e keq, pse ja ndalo familjes tim. I dashur Skënder, më lejon të pyes sa vjeç është djali sot? 5 vjeç, 6 mosh në mars, me 22 mars. Edhe 100 vjeç të bëft. Sa kohë ke pa e takuar djalin? 5 muaj. 5 muaj. Ka marrë marrë. Një javë më ka dërgu avokati vetë foto se kisha pa. Që kam pa, shërrit, mashallah. Dhe jam e sigur që të ka marrë malli. Shumë, pa fund, për zonë. Për që do bëjmë? S'kemi që bëjmë, të bëjmë dërim. Ju aktualisht... Unë ka më të është gjyqësore, tashi, isha para javë, dhe unë kam bo kërkesë që ta takoj të pagëm praninë e tjerëve.
të takoj djalin pak. Por tani më sqaro pak se do të pyes ditën e sotme dhe do më shpjegosh situatën. I dashur Skënder, në momentin që gjykata vendosi divorcin, vendosi edhe për fëmijën. Tani ti mori të drejtat e takimit, besoj që të pagoj edhe detyrimin ushqimor në muaj sa ta ka vendosur. Normal i kam pagu 3-4 muaj të para, i kam pagu. Por dua të bëj një pyetje. Në momentin që ish partnerja ta pengon takimin me djalin, pse nuk je drejtuar zyrave përmbarimore? Janë zyra që bëjnë ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Po kjo kjo ka qenë gabim im, se në momentin që më thanë gjyq, mu kjo për djalin unë i ofendova, se nuk matem më shpirti, a të dhajo më gënjetin gjyq, më boni bet djalin. Që po, ja dhe është e gënjeshte dhe mu nuk po masha do të më. Nuk isha as avokat, them vërtetën. S'kisha mundësin financiare, se që ku ndava me divorc, gjykata, gjitha, më kanë ratë gjitha në kokë, unë jam vetëm këta. Edhe nuk ma ati ajo dhe e them, unë e pranoj shaka dhe gjykata, dhe ato në munges time i kanë mërë këto vendime. Tashi qa kanë dërë? Ke bërë gabim të Kjo madh. tashi, po shumë do, unë e di, unë i marë përsi për gabimet e mija. Tashi, kjo është për ngull nga shtëpia, dhe pse si ka taku me ligj, edhe gjykata, kupton, nuk, po këtë se ka nalu për shembull gjykata, ti thot gjykata që, ore prit se ty nuk të tako të largosh më shumë se 100 kilometra, si mas ligjeve që jo. I dashur Skënder, ti aktualisht ku jeton? Unë jetoj në Gjermani. Por ish partnerja juaj? Afër jam një orë e çerek, 1 orë 20 minuta larg Hamburgu. Kurse partnerja jeton në Hamburg. E qartë, ajo është shtetas shqiptare? Edhe ajo shtetas e shqiptare. Mund të pyes si e njohur ti me të? Unë jam njoft të lagjëm e kam prapë. Bëhet fjalë për në Shqipëri, në çfarë vendi të Shqipërisë keni jetuar? Në Shqipëri, në Tiranë, ke Selvia, aty ku jam rrit, te Selvia, pazari. Atë, nonën e vet, babën e vet, motrën e vet. I kam marrë qenë Shqipëri, i kam marrë shtëpinë time, se unë jam rrit jetim. Jam rrit pa non, pa bab. Kam qenë vetëm, qenë vogël, i kam dalë ballë vetë jetë. I kam marrë dhe këto në shtëpi. I kam marrë dhe në Gjermani. Kam pas 4 veta mbi shtëpinë. Për kokë djalin. E ku erdh puna më kam vjedh legët në shtëpi, eri. Kush ti Që vodi punote lekët? natë dy. Vjerë, më vodhen lekë shtëpi, porosishin në internet me emrin tim, me adresën e shtëpisë time. Por, ti pas ke një jetë të vështirë, je rritur i jetim, të kanë vdekur prindrit kur ke qenë i vogël? Kalon, po, nona 3 vjeç, kurse baba 15-16 vjeç, 17, nuk kam marrë me mi. 17 vjeç, po. Dhe nga mosha 17 vjeçare ti ke jetuar i vetëm në Tiranë? Po, i vetë. O, sa keq më vin ka. Edhe në Gjermani, do me thonë që kam arrit, i kam rrit vetë. Kam bo shkollën, jam shkollu, në kuzhinë, kam masterin për kuzhinë, punoj me Bravo. hotel, shumë të madh. Po s'mune ma këta. Mirë, S'pajci do të më para, se mungon djali. ti je një djalë i fortë dhe do i përballosh këto sfidat e jetës. Nuk dua që të qarsh, Skënder, duhet të bësh një djalë i fortë. Ti ke buajtur vetë që fëmijë, je rritur jetim dhe e dish do të thotë të rritesh pa prindër dhe të ka munguar imazhi nënës, besoj nuk e njeh fare nënën tënde, ke qenë 3 vjeç. Dhe nuk do që djali të rritet pa prindër. I dashur Skënder, qa moshe u njofe me partneren tënde? Sa vjeç ke qenë? 19 vjeç. Ju u martuat që në atë moshë, le të themi? Po, u martum me celebrim me gjitha, kam emrin tim gjitha dhe kemi arë në Gjermani, pastaj. Në 2014 kemi arë në Gjermani. Prej 2014 keni jetuar në Gjermani. Ju keni qenë 19 vjeç, por ajo apo bashkëmoshatar? Ajo ka qenë 18. 18, po keni qëndruar goxha vite bashkë të martuar. Në qëndru 9 vjetë dhe gjysë të martum bashkë. Por si ka qenë jeta juaj në këto 9 vite gjys? Çdo gjë perfekt. Çdo gjë më rregull. Jemi rrit të dy, si më thonë, kemi luftu të dy, kemi sakrifiku të dy.
Dhe ju... Pastaj fillon të kuptime. Po pra, ju jeni marrë me dashuri dhe sigurisht e keni dashur njëri tjetrin. Normal, për atë kohë që kemi qenë bashkë, Por, si jemi nda as për tradhti, as për... Jemi nda më shumë për punë natësh, punë njerëz. por gjunata shkatërrosh martesën për punë nati. Unë nga ana ime, jo, nga ana ime. Eri ka punu gjithë jetën e vetë, ka pa punën, ka pa shtëpinë, ka pa familjen. Se nga që s'kam pas familje, kjo ka qenë qëllimi im jetë, krijoj familje të shëndetshme. Plus prindrit e vetë, pastaj mos t'i llogaris fare, se vetëm keq kena pa. Derisa e mësoshin djalin e vogël të mshate, për që i vogël nga llafet matematikshia, e mësoshin djalin. I dashur Eri, por ti nuk mundet dot asnjëherë të flisje me nusën tënde, ndoshta të ndaheshe nga vjerri dhe vjera, ti jetoje vetëm me nusën tënde që të shmangnit konfliktet. Fillon të jetum në vetëm, masi ndodhën këto, vodhën ke shtëpia gjona, i ndava, mora shtëpinë vete, i lash ato ke shtëpia kur ishin ke mu, ja lash shtëpinë. Nuk ja dolën do t'jetese, se as punoshin, as boshin, ka një ke goca tjetër në Francë. Moment që ka një në Francë, nuk desha që të shkopus të lidhje. E asaj familjare me prindrit e vetë dhe djalit tim me prindrit e asaj. Dhe në moment që anë nuk fliste me prindrit e asaj, Eri i thote, shko dhe foli. Eri ja prete biletën e qote me zor, i thote, ik në Francë ke nona ke baba. Se dhe quni gëzohet, e ka gjyshin. Se nga ana ime nuk ka shumë gjyshin nonën time. A guta? Se prindit të kanë në vtepër, e qartë. Por pse vajza nuk foli me babaj dhe me nënën, për shkak të këtyre vjedhjeve që ti zbulove? Këto kanë qenë para 5 vjetë dhe këto i myllëm, ja fala unë këtyne. Ja fala ku lindi djali, ja fala, ja bona Allah gjitha, i shkova në Francë, i respektova, se këto nuk lëvishin do. I shkova, i takova, ja qova nipin, ja qosha 2-3 në vit nipin. Pësaj që ja qosha filloshin shashin, aguta e mësoshin nip qenë keq, i folshin gocës keq. Ku shkosha unë atje kryoshin situata si e si me mull, me poshtru. Nuk e di pse, aguta kam pas gjithmonë një urrëtie, nuk e di pse. Por pse, kjo urrëtie ka qenë që në fillim të martesës me vajzën e tyre apo më vonë? Që para martesë nuk kanë dashtë. Atë unë sa sekund ditë, kena qenë adoleshent më 18-19 vjetë. Unë e kam gacmu gocën në rrugë se kam ditë se ka pas babën e vetë mrapa. Jam kap me babën e vetë që në fillim me dur. Në ati ti ka arë si ullje une. Që pse me i person që e kap me dur, je rafje sa ka tu, tash i vje ma merë gocën, martohet me gocën, se unë e kam rëmby atë. Se nuk kanë dashur asnjëherë prindrit. Po s'ka da, kam rëmbyko, e kam morë ke shpia, kanë ardhë ke shpia. Në ato moment to kanë qenë shumë keq me lek, kanë qenë fukare, dhe unë kam qenë se s'kam qenë në një. A thu, po pa unë e qitë qa bukën tima, gupta. Punoje. E kam marrë shpitima, i kam marrë shpitima, më përzot. E kam marrë dherë në shpis, a me jarru gjitha. Pra, edhe pse bashketuat bashk me vjerin, me vjerën, ata prap nuk kryuan një respekt për ju. Fare. Por vajza e vetë pse nuk do të fliste me prindrit në ato kohë, kur ata ishin në Francë? Apo thjesht fakti që studoni ty? Zbuloj dhe ajo me sa vetë na kam vjedh lekët, ajo me tregoj gjitha. Më kam bëgte. A vëtëm, janë zi, janë karamu me dura aty në shpi. Unë jam rrit nga gjyshin nga nona, nga ana mamë, kuptëm. Dhe nuk jam rrit me edukat të atil. Normal, kam dhe në raste që mund të ofendoj, po jo në shpi, ka fjallor caktun, ka edukat familje. Por pse? Nuk këtë gjë kam të shpune. Por më shokon, vajza kur zbuloi prindri që e kishin vjedhur në shtëpi, u zun me njëri tjetrin? U zunë, karamunë me dure, me qartë, me fjallor, rrugës e gjitha. Unë e kom flet, atë di që jemi zonë, kom shku ke komshit ke Gjermonët, që na kanë dimu shumë këtej.
Kam shkuj, kam kërku me flet, kam fleti ditë aty, ditën e nesme kam gjetë shpinë tjetër, kam pas punën gjitha gjonë. Me kontrat, me letra, me gjitha. Se unë i bona gjitha, i bona me shkollë, me gjitha, i bona dhe letra. Kupton? Por ish vjeri dhe ish vjera si justifikuan, kur ju e zbuluat që ata po të merrnin paraca, shumë e rëndë kjo. Nuk kemi qenë ne, thënë. Nuk kemi qenë ne të qenë televizorin e madhë. 700 euro Samsung Smart TV, e kishin porosit në emrin tim, kisha faturë. Ata e Mrapa ku kam ikur nga shtëpia janë zbulu gjitha, më ka tregu dhe nuse që na kanë vjedh lekë, tha se më ngo lekë, se unë qa bosha? Unë çdo lekë janë nuses, që ti korset. Punosha me të zesë, shkosha për shembull bosha barin, ose shkosha me ly, ose ne punë me të zesë, dhe çdo lekë që bosha 700, 800, 1000 var, mu ja lesha kësaj. Përveç rrogës, kartën e bankës. Dhe lekët që arre, ja lesha kësa dhe unë nuk i numrosha se ku, në grostimet dhe numrosha lekë, sa lekë po i lekë. Nuk e na dalë shpitimi ka të regu, na kam vjedh lekët gjithë. Por ti prap i fale. Por prap i kam falë, Pra, le të themi ju... Der në atë pikë sa s'm ka marrë më shpirti, kam bo vetëm i pyetje, ish nusi, kam thonë, qa ka bo eri këto, 9 vjetë e gjysë për vetën e vetë. Ta që se ti ke i përgjigje, atëre folë. Edhe s'm ka dhonë as i përgjigje, se s'kam bo asë i gjonë, 9 vjetë e gjysë ka menu për tjere. Ka menu për vjerin, për nusen, për qunin, normal. Për gjyshin, unë vetë të estimën. Me i blej i gjallë, me i blej. Ke gjonat më të lira kam shku. Kupton? Telefoni ishit 1500 euro, telefoni 100 euro. Po të marrë shembull më banal. Kupton? Të kuptoj qartë i dashureri, por ti ke qenë dhe ai ndërmjetësuesi që ke pajtuar nusen atë kohë ish nusen me prindrit. Po më dhe s'ma kanë ditë asjerë, për zotë. S'ma kanë ditë. Por në momenti që ju ndat dhe shkuat në shtëpi më vete, por çfarë ndodhi mes teje dhe ish nuses që... E si prapë dhe gjë mirë. Lindëm djalin, u bo me djalin, marrova shkollën, u diplomova, morëm letra. Domethënë gjërat ju shkuan bar, le të themi. Po, i pajtova unë, pastaj e qa bosha unë isha në punë, i presha biletën kësaj dhe djalit i thoshe i shko rri muj. Ke nona, ke baba, rri 2 javë, që mos edhe ato mos mërzitën dhe ato të shmadhen me djalin, se ato nuk lëvishin do, se ishin me të zezë. Ishi pa letra, e qartë, e kuptoj. Po. Edhe nga ky respekti tepër, fillun sherret, jo e mësoshin djalin me mshat, jo me mbo, ku shkosha unë atje kryoshin situata, jo më thoshin kisha pi mrom, ma boj Allah, më falë. Dera aty ku s'mate mu. Jo, e qartë, konflikti jot me ish vjerin dhe ish vjerën ka qenë që në zanafil dhe deri në fund, ata s'të kanë dashur. Por me nusen, çfarë ndodhi që u prish ky raport? Se ju jeni dashur. Filloi dhe ajo unë diku dhe ajo. Neti i muj e gjysë në Francë, e qova në Milano 2 javë, ke gocat e zvet, nga gocat e zve i muj në Francë, ke nona, ke baba vetë. Unë në atë kohë punosha, se lesha do të punë. Kur është kthy nga ne, është kthy me tendencë, jo më ke tradhu, jo më ke bo, jo... I kom dhënë telefonin gjona gjithë, jo pse ke fol me kolegen e punës. Unë thjesht kisha fol për punën. Kishim shkojt për punën e punës, guzhinës. Po. Asi kontakti. Këto janë budalliqe, sepse... Ka fillun të sytë fëmis, tu thy pjata, tu thy gota, tu bodhe dhe skenash. Në 12:30 natës ka dash me dal nga shtëpia. Me ik, me gjithë djalin e vogël. Edhe i kom thonë, mos i ka kam thonë qelsat, ja kam fut qelsat e shpis ke qante. I kom thonë, mos të mbojt të dal 1 natës me të kërku ty dhe djalin e vogël, se është -4 gradë jashtë. Ja kam fut qelsat te qanta. Mi ka morë qelsat, mi ka ullë surat, vetëm e kam kap këtu ke mjekre, i kom thonë që e duke bo, dhe jonë si djalin. Ka fillu skenat, jo do thrash policin, e ka marrë vetë policin, për kokë djallit, e ka marrë vetë policin, telefon, kam thonë, alo, po, ka mundësi të vini se këshu. Ka arë policia, ka fol me gosën, i ka thonë, jo, sa ka thonë, nuk du të bëjt denoncim. Kanë kërku që unë atë natë fleja për jashtë, ja kam plotësu, po i kam thonë, dalu unë iki, unë flej për jashtë.
Dhe të nesër ka marrë vetëm telefon, ka thonë hajde në shtëpi. Po në këtë moment ke mu ftofën gjona, pse? Se unë motrën që kam me njerëk. Motra që më ka marrë mua në telefon e ke nga njerëka. Nga martesa e dytë e babait. Me njerëkën kam vujt, se qa ka bërë njerëka. Njerëka më dhonë notet vogën, friste policin. Ku i kthesha unë dorën friste policin që 13-14 vjetë. Më fushin mre, mashin nga 2-3 ditë. A guta, më rifshin e në mre. Edhe ku nodhi kjo më kujtu në gjitha mu. E qartë. Edhe atë natë që kam flet jashtë, i kam thonë gjyshës, e kam marrë në telefon. I kam thonë, tha, pse jashtë ta me nonën, ora 2 notës, qa jetë të ke boj jashtë? E tha, shumë tash ka si policinë, edhe më tha, po mirë më nonë, tha, gjithë jetën e për polici dhe të shofën ty. A kuta. Edhe aty u ftof çdo gjë nga ana ime. Do me thonë, e kuptova dhe vetë, ma prishi ditëlindjen, gjitha, a kutas. Edhe ikën. Kjo ka qenë arsyeja. Pra le të themi ajo kur u kthye nga Franca, me këto veprime ka kërkuar ndarjen, se një grua normale s'mund të bëjë gjithë këto veprime. Po normal pra se nuk ta sjell policin në shtëpi, a kupton? Nuk ta sjell policin në shtëpi. Por çfarë ndodhi? Ajo të mori në telefon dhe të tha ktheu në shtëpi, ti u ktheve ditën tjetër në shtëpi? Po më u ktheva. Fillon duke fol, mu monova, me i pa gjona, t'ja bona qarta qa kërkoj, qa du. Pasha si dhe ndryshime. Gjitha dhe ma prishi ditëlindjen për i notë, se shkosha me lujt, mas pune letra me 2 burra nga 50-55 vjeç, hajtë diqa me femër. Po të lujt letra poshtë lagjës, poshtë shtëpis, lushim letra, a guta. Dhe me thonë gjetën të si shka ka arsye me u zonë me kryu shere, mos kisha mo. Dhe të ndodhte kjo ndarje. Ishte ajo që të kërkoj divorcin apo ishe ti, Eri? Jo, kam qenë unë që ja kam kërku në divorc. Mund të ma thuash çfarë ndodhi atë ditë dhe si a the që do ndahemi, unë do iki apo? Ja kam fol keq birës, më ka thonë nuk do menosh për djalin. Them drejtën i kam fol keq. A kupton? Nga natyra besoj që shifjetën ta dhe do të mimoj, kam thonë do jem për çdo gjë aty për ty, për çfarë të kesh nevojë. Më ka kërku jo, unë isha i prem, a kupton, e kisha sa shtu do të marr. Mrapa nga mungesa djalit e vuni re dhe ajo që mund nuk risha do të pa djalin, në 5 vjetë se kam lënë me ma iq nga krevalla. Njëri. Edhe filloj të e përdor djalin lloj situatash. Më friste djalin telefon, thot hajde në tako, ku shkosha më friste policin, se s'mu lejote ti shkosh. Policia të ndaloi të takojë djalin, çfarë ndodhi që policia le të themi e pajisi ato me urdhër mbrojtje? Bravo. Kjo e mori djalin dhe ikën nga shtëpia. Ju e dëbuat nga shtëpia apo iku vet? Jo, iku vet. Ti i kërkove ndarjen, ajo u largua. Po, mas sherrit, po, bravo, u bo sherri më. Mori valigjet i iku. Momentin që i kërkosha me fol me djalin, nuk ma jetë. Ka thonë që s'ke për të fol me djalin, unë më mirë ka thonë e qënë shtëpi fëmis, shtëpi jetimore, se sa të ri me ty djalin. Ka shku ke komshia vetë, kam kërku ke komshia me i fshat tjetër. Nuk ma nëzirshin djalin. Me pash djalin aty mrena ke shtëpia, nuk ma më qefën djalin. Boshën si ku si ishin shtëpi. Unë i pisha zile, sa ku të thrisha dil me babin. Se kisha nevojë për djalin tim. E këto thritën policin. Tipi im si djalit, ta kupton, nuk lejoj me mprek njëri, me më tërreq ose me bot diçka. Se s'du që të më shofi djalin në ato momente. U acarova u bona, shty policin, shty njonin, kapu me tjetrin, me lafe njonin tjetrin. Aq dun ato. Se këto e kanë kështu, do me thonë, ta bojnë direkt agresivitet.
Në që se ti ngre pak zonin si kemi ne shqiptarët që të ta qenë agresivitet direkt. Besoj që nga natyra je impulsiv. Po. Reagon shpejt, por nuk i duroj pa drejtësi se më jam bë shumë një. e qartë, por Nuk i duroj dot. këto gabime të vogla krijojnë dëme goxha të mëdha. I kanë kriju. Unë e kuptoj, malli për djalin, takimi për ta përqafuar dhe refuzimi nga ana e nënës të ka bërë të irritohesh dhe ajo ka njoftuar policinë dhe skenat që ke bërë përpara policisë duke shtyrë edhe policinë të ka penalizuar se ajo është pajisur me urdhër mbrojtje dhe ti je të kanë kategoria e personave të dhunshëm. Bravo, dhe në këtë moment kjo që ka bo, ka vënë djalin, më thotë djalin telefon, si që më duke fol tash më thotë hajde më tako. Unë nisja direkt të hypsha makinën, ku shkosh atje ma thriste prapë mu kjo polici, ma si gjeti shpinë tjetë. Kupta. E shfrytëzon të djalin, fuse unë ku më thotë djali hajde që të bëj, nuk të shkoj, të më interesoj për policinë ose për gjykatën, nuk më intereson. Se në moment që më kërkot djalin nuk pys. Pas ngjarjes së policisë, ajo ta la djalin të atakoje? Ma la, ma la, bo gjyqi parë, ma vazhdo të djali vite herë në 2 javë. Ke mu? Pastaj filloj t'i përdor të këto skemat. Kupton, më shkruante mesazhe, më ofendote, mbote gjonat më të zeza. Mi thote, kupton, normal unë ja kthesha mrapsh nga i noti. Ke bote screen mesazhe i tregote në gjykatë. Unë i kisha në telefon për kokë djalit mesazhet asaj që ja bosha gropën. Në mes gjyqit unë ja bosha gropën. Po ti bosha në gropën asaj, di si të thënë këtu, ato të fëmis, psikologët. Thënë ju nuk jeni të dy për këtë fëmijë, po ja marrim ne fëmin. Po. A kupto, unë si isha budall tash i diçka mes gjyqit thosha. Shife se më ka kërcënu dhe mu kjo, më ka shajt edhe mu kjo në për mesazhe. Kupton? I mesha unë se thosha, si ka mundësi një njeri thosha që ke nejt 9 vjetë të gjysë ke nda çdo gjë, keni një fëmijë bashkë, të arrit deri këtu me të prek aty ku s'ma mo, a kupton? Me të bo keq aty ku s'ka ku shko mo. Por gjykata çfarë vendosi aty? Gjykata në moment ke gjyqi tjetër që unë i kom ofendu dhe kam i. Kur ajo të akuzoi për kërcënime, më pas, po? Po, bravo, janë, që aty i thash, po i be i thash djalin, që ti ke frikë nga mëse, unë e kisha në mes thash që me kisha pyet, me vërtet kisha thonë ke frikë nga herë, se s'ma merr menja thash, se as t'kam prek me dorë, as kam qenë xheloz me të kontrollu, me të bo në herë, a kupton? Se jam mi qetë që ku kam personin krah, nuk jam tip agravusi. E qartë. Në që se ke frikë, i thash, ma thëj, jo, tha, kush ka frikë? Nuk ka frikë njëri, nuk pys për ty. Dhe në mes gjyqin boni bet djalit. Ta për kokë djalit, tha, unë kam frikë nga ty, tha, njënën tjetër, shife mesazhet që më ke qu, a kupton? Qa di thoshan, aty u të tërbova, fillova, thash, u që i ka po më mirë, thash, po ju shajmë sy, thash, a kupton? Se sa të më fusni gjona që si kam bo. Ku kam ikun janë morë gjithë vendimet, janë ka morë kjo 100% drejtat e fëmijës. Ndroj shpinë. Moment që ndroj shpinë, nuk ka mo kjo gjykata se që thot. Kjo thot i ka gjykata Hamburgut. Boj kërkesën ke gjykata Hamburgut, thënë, i kemi dërgu, thënë një mail, pës na kanë ardhë aktet. Por, çfarë ke mësuar ti? Gjykata të ka hequr të drejtën prindërore, nuk të lë që ta takosh, le të themi, fëmijën. Nuk më lë që ta takoj, vetmja mundësi që më thanë që hapa gjyqin e kam hap tash, prap më kanë thonë që është ta takosh me persona të tretë. Me persona të tretë që do jetë psikologu fëmijës, janë posaçërisht njerëz që paguan. E qartë. Organizon. E qartë, por këtë gjë mund ta bësh, patjetër, sepse vitet kalojnë, djali rritet dhe do të mungoj më shumë. Ku isha në gjyq para 1 jave, i kom thënë vetëm kaq, se ku fillon gjyqin po më thoshin vetëm për dëshirat që kishte nona vet. Për shembull, dëshira nonës vet ishte që unë të folsha vetëm gjermanisht me djalin. Këtë dëshira nonës ishte më folsha për familjen tim, shumë dëshira komike që ja thash edhe në gjyq, i thash, nëse jam këtu, thash, me plotësu dëshirat e saj, nuk kam nevojë të ulem fare këtu, po iki, thash.
se po marrëgjoni kohën kot. Thash unë një dëshirë kam. Thash pse, thash është më u e drejta me fol me babën e vet, paktën thash me fol në kontakt në telefon me babën e vet dhe me familjen tim. Thash qofse unë jam i keq ose jam si thoni ju, thash okay. Po me familjen time thash. Unë nonën sot e kam, nese se kam. Sa vjeç është gjyshja? 89. O, me jetë ta kesh. Ajo të ka rritur dhe e besoj marrëdhënien, lidhjen tënde të ngushtë që ke me të. Ndërkohë, unë do të jap një këshill. Ta jap një këshill, më beso si me qenë motra jote. Motër dhe vëllezër me nënë e baba të njëjtë nuk e, vetëm ti je. Jo, vetëm motrën me një, po të motrë e ka me du fort e du shumë. Edhe ajo të do shumë. Ma beso, më ka telefonuar, më ka shkruar, më ka sjell mesazhe pa fund, të lutem lidhu me Skënderin dhe duket që keni një marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Ndërkohë, i dashur Skënder, është shumë e rëndësishme që në momentin që je i natosur të ruash kontrollin e vetes tënde. Sepse në momentin që një baba shfaqet përpara gjykatës agresiv, që e shan nënën e fëmijës, që shan gjykatësin, që gjuan policin, automatikisht ata mund të heqin edhe të drejtën që ti mos ta takosh fare atë fëmijë. Është shumë e rëndësishme të jesh i qetë. Unë e kuptoj që pa drejtësitë të dhëmbin, ndihesh keq kur ajo ishnusja mashtron, të provokon, të ka shkatëruar familjen, e kuptoj të gjithë ndjenjat që ti përjeton. Por duhet jesh i qetë. Nëse e do atë fëmijë, duhet jesh i qetë, ti zbatosh të gjitha ato rregulla që të japin, derisa ti jesh pranë fëmijës tënd. Në momentin që do kesh të drejtat e takimit. Kam 5 muaj më spashtu do të më për zotin, se ka ditë që presh, a kuptoj, ndjen mungesë nuk ke se ç'a bën. Kjo është më e keqe se se di a është mirë, a s'është mirë, a ka hongër, a s'ka hongër, a ka me vesh, a s'ka me vesh. I kam blet 800 euro dhurata për vitin e ri. PlayStation 5, kostume, gjithë 800 euro për zotin, ja kam çu komshies vet. Se vetë nuk kisha frikë se ma thrasin polici, se unë tash këtë poruem, a kuptoj që mos të bëj më denoncime. Nëse ajo është me urdhër mbrojtje ti nuk i afrohesh dot. Bravo. Dhe duhet ta respektosh. Bravo, ja kam thonë të lutem jepja djalit. Ja ka thonë të nesmen, ka ardhur direkt denoncimi. Ka ardhur direkt denoncim që unë jam afru, që unë kam thyrë rregullin e gjykatës. A kuptoj se deri ku arrin likësia. Më thonë dhe për dhuratat, për vitin e ri, për fëmin tim, do me thonë njën, a se di ja ka mora, ja ka hudha, që ka bo. Ajo ak merret në një formë shumë të keqe sa do që të ndaj nga djali dhe më bjen keq për këtë gjë. Por djalit i bo më shumë tëmë, se ati ti më ngrenë kohët me mu. Psikologu, ku flet me djalin, e ndjen, a kupton që djalin më do shumë. Se i mungoj, sa i thot për shumë, thot babi, thot fleq donat, thot po shkrevati, se ndjen mungesën, a i do këtë kryu, një mendim që unë jam aty, a kupton. Dhe këto lafe ku i një gjojnë vrasin, nuk më bënë me e para, më blokojnë, për zotë. Që do bëjnë? Dhe të besoj, asë një fëmijë në botë nuk do të rritet pa nënë e babi, do të dy. Fëmija ka nevojë dhe për imazhin e nënës dhe për të babait. Nonën më shumë, unë du thjesht ta shoh, kemi konvjer një javë, ku kam i ditë, 2 ditë pushim, pun ta shoh, t'ja ndje herë, nuk du më gjotë tjetër për zotë. Femra ka jetën e vetë, ajo kanë kalu 2 vjetë, ajo ka jetën e vetë, nuk është du të ndërri fare me jetën e asaj. E qartë, ju keni dhënë fund asaj martese, jeni divorcuar. I dashur Eri, ndoshta ti nuk i afrohesh dot asaj se ajo është me urdhër mbrojtje dhe duhet ta respektosh. Nëse do e thyesh këtë urdhin e mbrojtjes, vendimin që ka dhënë gjykata për ty që s'duhet i afrohesh, për sa është dhënë, nuk e di për sa kohë, do jetë fatale për ty. Kështu që duhet i respektosh të gjitha Eri. Por duke ditur që nuk i afrohesh dot, nuk ke shanse të flasësh në telefon, ti çosh mesazhe, dëshiron ti përcjellësh një mesazh, ndoshta ajo mund të më telefonoj dhe
Unë do doja të flisja me atë zonjë, si një nën. Kam mesazhin, ja kam çu me avokatin e djalit javën që kaloi që ishte në gjyq. I thash e kom nonën, i thash avokatit shumë smun. Të kërkoj thash vetëm flasi djali me nonën, jo me mu. Flasi pak me nonën, ta shofi ajo, a kupton. E ka çu thjesht i foto dhe i video, vetëm i video 5 sekonda. A je mirë, të uroj shëndet mirë edhe kaq. Ako nuk pranon, nuk s'ka shans, nuk fare. Dhe ti 5 muaj pa e parë djalin e pe nëpërmjet kësaj foto dhe video që ajo dërgoi. Po, 5 muaj. 5 muaj për zotë. I shkoj iksat në kalendar dhe. Që më bo. S'kam që bo. Duhet i jesh i qetë. Të dure, unë pra titëri tu. Unë pra titëri në Gjermani mu. Unë pra titëri vetëm tu. I kam Shqipëri, mashallah, i kam kushtet. Nuk është se nuk i kam kriju kusht. Gjyshin nonën e kam, kafen e kam, e kena lënë me qëra e punojnë tjeret këtë. E kuptoj, për hir të djalit i detyruar të rish në Gjermani. Por duhet jesh i durueshëm dhe ndoshta koha do jetë ajo që disa gjëra do t'i harroj dhe ato hatërmbëjtjet, inatet, urrëtitjet do shuhen dhe ajo nën do e kuptoj që për të mirën e fëmijës vet duhet që dhe babai ta takoj dhe t'i dhuroj dashurinë. Inshallah e kupton, po s'ma merr menja. S'ma merr menja. Se di. A do bëj çdo gjë më të ma largoj atë fëmijën, në di atë. E di. Do rritet edhe djali do rritet dhe t'i kuptoj. Që Patjetër që djali do rritet dhe pas moshës 18 vjeç ti ke drejt ta takosh, por ideja është që gjithë vite që kanë ngelur, që ai të vetë 18 vjeç nuk e pse të jetosh larg ti. Sepse do rritet pa dashuri, pa imazhin tënd dhe do jetë një marrëdhënie ftohtë më pas. unë tash po pres vetëm çfarë do më thënë për këtë takimin që do ta takoj me persona të tjerë. Kam dhënë llafin që mrena muajit do realizohet. Dhe ta uroj me zemër, dhe kjo gjë mund të ndodhi, vetëm ti atë ditë do të jesh i qetë. Çfarë do lloj provokimi që të vi, mbyll syt, mbyll veshët, ma beso këtë gjë dhe përqendrohu vetëm tek djali jot. Shko tako djalin, mos i pas një lloj reagim ishit tënd, kënaqu me djalin, dhuroj dashuri, tregoj që je një baba i denj, tregoj që je një baba që ke nevojë për atë fëmijë dhe ai ka nevojë për ty dhe unë jam i sigurt që ato takime do vazhdojnë me radhë pastaj, derisa të vi momenti që ata do kenë besim tek ty dhe djali do vi dhe në shtëpinë tënde të jetojë me ty. Atë do më në bëj dhënë. Veç do të kem kujdes nga provokimet, si Po ta pra, pine, si ta saj. Është shumë e rëndësishme të jesh i qetë. E kuptoj që je impulsiv nga natyra, por bëu për një moment shurdh dhe qorr, nuk të gjen asgjë. Për djalin tënd do ta bësh këtë gjë. Nuk të gjen asgjë. Inshallah, normal është. Inshallah. Mirë, Eri, Shpresoj, po të shohim çfarë do thënë se këta qesin për herë diçka, kuptoj që të vonojnë të bëjnë. po, jam e sigurt që do ndodhi ai takim, jam e sigurt që do ndodhi. Eri, mua më erdhi shumë keq që ditën e sotme dëgjova historinë tënde. Një histori aq e dhimbshme dhe u prek aq shumë kur më the jam rritur me njerëk dhe ajo më ka dhunuar, më ka futur më ka njoftuar policinë, kam përfunduar në burg dhe më pas tani dhimbja e madhe për djalin, sinqerisht u trishtova që të dëgjova sot, por forca mos u dorëzo. Jam e sigurt që je brenda vetes shumë luftarak dhe nuk dorëzohesh kollaj. Shumë faleminderit. Mirë, ti numrin ma ke. Ne do jemi të dy në kontakt dhe unë do bëj të pamundrën që me atë zonjë të flas edhe pas kujtave si një nën. Dy nëna me njëra tjetrën ndoshta dhe kuptohen më mirë. Noshta, këtë du dhe të ketë njëri ako të ndërmjet që të flasi për fëmijën, nuk duhen, ako që ka kalu. Ako të. Unë prapë nuk e edhe poshtë atë si njëri, so nona fëmijës tim, nuk i bëj të keq unë asaj. Se të i bëj fëmijës tim, po i bëna keq asaj. Kupton. Puna o t'i bëjmë si dy magjorem që jena, si dy tritu, gjem gjune për bashkët për fëmin, që mos t'i mungoj as baba, as nona ku i ka të dy gjallë. Se të rritet jetim. A kupton, gjithë ajo që unë du. Nuk du unë as me u bashku prap, as me kriju diçka prap.
thjesht kem kontakt me djalin, me asnjërin E tjetër. kuptoj qartë. Mirë, do më dërgosh adresën e saj më pas në numrin tim dhe do bëj të pamundurën që të lidhem. Mirë, të përshëndes dhe forca. Shumë faleminderit. Të uroj të bashkohesh sa më shpejt me djalin. Amin. Miropafshim, Eri. Miropafshim. Gjithë mirë. Mirë të dashurmiq, ne kemi ardhur në fund të këtij live-i. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Urojmë dhe shpresojmë që Eri ta takojë sa më shpejt të birin e tij 5 vjeçar, pasi institucionet në Gjermani dhe besoj shërbimi social ja ka dhënë të drejtë që ta takojë rreth këtij muaji, brenda këtij muaji të birin në prani të psikologes, por ai pranoi dhe gabimet që kishte bërë, impulsiv nga natyra, kishte gabuar shumë, ndaj ish bashortja ishte pajisur me urdhër mbrojtje dhe sot ky baba nuk ja afrohesh dot ish partneres ku ajo kujdeset dhe rritet për djalin, por e urojmë dhe shpresojmë që të takohet sa më shpejt për të birin. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni edhe mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku tashmë ju e dini, e kam bërë tradit, çdo paradite, ora 10 jam live me ju me këto histori që zëri juaj të dëgjohet. Faleminderit që më ndiqni dhe takohemi nesër live ora 10. Miropafshim.